Ke nevojë për prezantim, forum, për procedurë do të të pyes. Kush je? Unë quhemi Taçi Uçia. Sarkuke, suke tu tani duhet të bëhen drita i me re. Djeta vite me radh, Uçia vran një shtatyre për të fituar nga Ngekiu Sharinganin. Dhe vran ka për një të tyre për të patur fuqi populare të përjetshme. Visi ishte gjithmonë i korruptuar, sepse nuk mund të rrinte pa e shfaqur fuqinë e tyre. Që nga momenti që lind nga atë fis, edhe ti je i destinuar të bësh një jetë të zhytur në gjak. Tani je jashtu. Dhe shkoja imi dashur, do të vras dhe do të lirohem nga ky fati mallkuar. Dhe tani do të mund të fitoj një fuqi që do ta kaloj ato të madarës. Shpresoj që të shkoj po aq mirë sa thoni ju. Ju a thash, kjo teknikë nuk ka dobësi dhe as rrezik. Çdo teknikë ka një dobësi në fakt. Dobësia dhe rreziku i kësaj teknike është ekzistenca ime. Për këtë na e kishim shumë frikën neve Uçiave, sepse askush nuk mund të reziston. A do një demonstrim të rrezikshmërisë së madhe të një aftësie të lindur? Me fjalë të tjera, Madara i sotëm nuk është vetë si një humbës, nuk është më i miri i Uçiave. I vetmi person që mund të kaloj Madarën dhe të fitoj pak theksin jam unë, dhe tani do të mund të fitoj një fuqi që do ta kaloj ato të Madarës.